Unë mendoj që fati i mirë, lajmi i mirë i popullit shqiptar në Maqedoni do t'jetë që BD-ja finito. Nuk është lajmi i shkëlqishëm. Ky do t'jetë lajmi i mirë. Lajmi i vërtet më pastaj politik do t'jetë që këta shqiptarë që ne kemi fitu në për komunën shqiptare PD-SHE-ja të thotë, jo, me s'keni fitu ju politikisht. Ashtu, është një forcë madhe politike dhe qeveritare, maqedonase, që u ka marrë me vete dhe u ka qu drejt fitores. Kjo sa keq, anibus, s'ka problem. Ama ai që qënë drejt fitores, do t'i jatë të napravit. Këtu a problemi, a i të unë të kom pa ty. Dhe ti detyrohesh më pastaj që ma shumë t'i marrish parasysh dëshirat ati. Dhe lajmi i tretë i mirë është se njerëzit definitivisht do të kuptojnë se zgjidhjen që ofron PD-SHE-ja është zgjidhja e vërtet. Këto tjeret janë shkurtat, përkohshme.